E trisht vuante nga një sëmundje rënd ndahet nga jeta vllai ish deputeti të Partisë Socialiste. Në orët e parë të mëngjesit të sotëm është ndar nga jeta vllai ish deputeti të Partisë Socialiste Petro Koçi pas një lufte thuajse një vit e gjysmë me kancerin. Beni ynë nuk ja doli dot. Ka shkruar ish deputeti i Partisë Socialiste, ish ligjvënsi shprehet se familjes së tyre do t'u mbetet shpirti përvëluar. Shëndeti i ligi bëri prit të pabes. Petro Koçi, lufta me diagnozën onkologjike, vijoi thuajse një vit e gjysmë dhe përfundoi duke u gdhir dita e sotme. Jeta vazhdon për familjen tonë, bashkëshortes dhe fëmijëve të Benit, e sidomos nënës tonë, që me humbjen e Benit pas humbjes së vllait tonë të vogël Arianit, vetëm 26 vjeç, në 1998, do t'u mbetet shpirti i përvëluar, shkruan ai. Ja dhe postimi. Beni ynë nuk ja doli dot. Ndër 5 djem që shtuan familjen që krijuan babai dhe nëna jon, Beni ishte i dyti, lindi në Fier në 13 shkurt 1964. Edhe se i rritur në kushtet e vet kuptueshme të një familje në vështirësi, ai shpejt u shndrua në një djalosh energjik dhe me shpirt sportiv. 8 vjeçaren e kreu tek shkolla Andon Zoza dhe më pas vijoi në një shkollë teknike për të plotësuar etjen dhe pasionin për fusha teknike dhe elektronike. Punoi disa vjet si teknolog në Azotik Fier, dalloi për një shpirt krenar dhe të pastër, ndërsa mbriti në moshën e dur për të krijuar familje, e sfidoi shoqërinë dhe mentalitetin e kohës duke u lidhur krenarisht me shoqen e jetës, Vasilika Gjikopullin, mbes e të pushkatuarit politik Milto Gjikopulli. Beni nuk ju dorëzua as presionit shoqëror dhe as atij familjar, duke i mbetur besnik zgjedhjes së tij shpirtërore. Familja e re lindi 2 djem, Gjinën dhe Vasilin. Hapja e kufive solli dhe ikjen e Benit si emigrant drejt Greqisë për të siguruar familjen, bëri punë të vështira e të mundimshme. Pas disa vitesh u kthye në qytetin e lindjes Fier, me duar të arta dhe shpirt punëtor të palodhur, vijoi të udhëheq familjen e tij fierake, por shëndeti i ligi bëri prit të pabes. Lufta me diagnozën onkologjike vijoi thuajse një vit e gjysmë dhe përfundoi duke u gdhir dita e sotme. Jeta vazhdon, por familjes tonë, bashkëshortes dhe fëmijëve të Benit, dhe sidomos nënës tonë që me humbjen e Benit pas humbjes së vllait tonë të vogël Arianit, vetëm 26 vjeç, në vitin 1998, do të mbetet shpirti përvëluar.